Pesë anëtarë të një grupi shqiptar janë dënuar me burg në Mbretërinë e Bashkuar, pasi u shpallën fajtor për shpërndarje të kokainës në sasi të mëdha në të gjithë Anglinë. Lajmi bëhet i ditur nga autoritetet britanike dhe shërbimi i prokurorisë së Kurorës. 3 prej të dënuarve janë nga Bournemouth dhe 2 nga Southampton. Ata pranuan fajësinë për komplot për furnizim me drogë të klasit A, pas një hetimi të gjatë dhe kompleks të zhvilluar nga njësia rajonale për krimin e organizuar në jug-perëndim të Anglisë. Sipas CPS, aktiviteti i grupit përbënte një operacion të sofistikuar kriminal me qëllim shpërndarjen masive të kokainës në tregun britanik. Gjykata e Kurorës në Winchester dha dënime që variojnë nga 8 vjet e 8 muaj deri në 14 vite burg. Të dënuarit janë Gjetan Gjoci, 14 vite burg, Arlend Titini, 14 vite burg, Vladimir Rina, 11 vite e 8 muaj burg, Korab Skepi, 11 vite e 8 muaj burg, Devin Rina, 8 vite e 8 muaj burg. Sipas hetuesve, Gjoci, 31 vjeç dhe Titini, 32 vjeç, drejtonin grupin kriminal dhe organizonin marrëveshjet me blerës në Londër, në jug të Anglisë dhe deri në Kumbria. Roli i tyre ishte koordinues dhe përfshinte menaxhimin e rrjetit të shpërndarjes. Korab Skepi, 24 vjeç, është përgjegjës për përgatitjen e kokainës së importuar për shpërndarje të mëtejshme. Ai mbante shënime të detajuara në regjistër të shkruar me dorë, ku dokumentonte lëvizjet e parave dhe sasinë e drogës. Hetuesit theksojnë se pikërisht këto evidenca, përfshirë fotografitë e shumave të mëdha të parave të ruajtura në telefonin e tij, u bën vendimtare për ndërtimin e çështjes penale në kuadër të operacionit të koduar Dare. Pas arrestimit të Skepit në janar 2025 në Southampton, anëtarët e tjerë të grupit tentuan të zhduknin provat. Ata u drejtuan drejt një dyqani materialesh ndërtimi në Bournemouth, morën pajisje për zhvendosje dhe pastruan një banesë në St James Road, e cila përdorej si laborator për përpunimin e drogës. Më pas aktiviteti u zhvendos në një shtëpi me qira në Ponthley Road, Bournemouth. Policia ndërhyri në mars 2025, ku arrestoi Gjocin dhe Devin Rinën. Në vendngjarje u gjetën mbi 16 kg kokainë, substanca për përzierje dhe një prerse hidraulike për paketimin e drogës. Kontrollet e mëtejshme në 4 banesa të tjera në Bournemouth quan në sekuestrimin e sasive shtesë të kokainës, parave të gatshme, telefonave dhe materialeve të tjera të lidhura me aktivitetin kriminal. Në total, autoritetet sekuestruan mbi 27 kg kokainë me një vlerë të vlerësuar rreth 500.000 pound në tregun me shumicë, si edhe afro 170.000 pound në para të gatshme. Hetimet zbuluan gjithashtu përdorimin e metodave të avancuara për fshehjen e drogës. Një automjet i markës Citroën kishte një ndarje të fshehtë nën sediljen e pasme, e cila përdorej për transportimin e substancave narkotike. Detektiva Daniel Hill deklaroi se grupi operonte në volume të konsiderueshme droge dhe parash, duke furnizuar një rrjet të gjerë blerësish. Ajo theksoi se autoritetet mbeten të angazhuara për të goditur krimin e organizuar. Nga ana e tij, prokurori i CPS, James Foster, u shpreh se provat e forta për një operacion në shkallë të gjerë quan në pranimin e fajësisë nga të gjithë të pandeurit. Ai shtoi se dënimet e dhëna pasqyrojnë seriozitetin e veprës penale dhe përmasat e aktivitetit kriminal. Operacioni u mbështet nga disa struktura policore, përfshirë policinë e Hampshire dhe Isle of Wight, policinë metropolitane të Londrës, policinë e Kumbrias dhe policët e Dorsetit. Drejtuesja e inteligjencës në policinë e Dorsetit, Emma Switzer, falenderoi të gjithë të përfshirët për kontributin në largimin e substancave të rrezikshme nga rrugët dhe mbrojtjen e komunitetit.